Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në këtë takim të radhës me kampionatin kombëtar të debatit. Jemi në një edicion të 8, jemi në një edicion të rifreskuar sepse ju tashmë e dini, këtë vit Ridebate ka një fokus të veçantë në ekonominë qarkulluese dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Pa humbur kohën, dua të falenderoj ata që bëjnë të mundur këtë edicion të 8 të Ridebate, ndaj gjej rastin që të përmend padyshim organizatën e cila e zbaton, pra ky edicion, ashtu si edhe 7 edicionet e tjera zbatohet nga organizata Liburnetik dhe vjen këtë vit në kuadër të projektit të GIZ, BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet të jetueshme. Ky është një projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, në bashkëpunim gjithashtu me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të vendit tonë. Mirë, pa humbur kohë, do të hedhim shortin për sa i përket debateve pra rajonale dhe do ta fillojmë padyshim me një nga rajonet më të rëndësishme që kemi, që është Tirana. Bashkë ngjitur Tiranës do të kemi edhe qytetin e Durrësit, e cila këtë vit përfaqësohet nga një shkollë, nga shkolla Naim Frashi, ndaj hedhim shortin. Si çdo vit përmes grafikës, do të ndjekim tani se cilat do të jenë debatet për sa i përket rajonit të Tiranës. Ja ku e kemi, në këtë debat të parë do të kemi një përballje midis Shkollës Teknike Ekonomike Profesionale dhe Institutit Profesional Harry Foods dhe të tjerat sikurse mund t'i ndjekim edhe në grafik. Ndërkohë që shkolla Ismail Qemali mbeti e paçiftëzuar të themi në këtë debat, do të ketë një short të dytë për sa i përket debatit shkollës që do të përzidhet për të debatuar me shkollën Ismail Qemali dhe sikur se e shohim edhe nga grafika, shkolla me cilën do të përballet është pikërisht shkolla Qemal Stafa. Mirë, pas debateve të rajonit Tiranës, do të ndjekin tani se cilat do të jenë debatet e qyteteve të tjera. Ndjekim tani njëra mbas tjetrës se cilat do të jenë edhe përballjet për sa i përket rajoneve të tjera në këtë fazë të këtij kampionati, kështu që përmes grafikës do zbulojmë edhe përballjet pra për sa i përket fazës së debateve rajonale. Jojmë me ndarjen e shortit për debatet e shkollave të Gramshit, Belshit, Sërikut dhe Librazhdit, ku do të organizohen 2 debate. Një shkollë tjetër që do të debatojë 2 herë në debatet e rajonit të Kryes në përballje me shkollën Atë Shtefën Gjeçovi nga Laçi, do të jetë ajo që do të zbulojmë tani. Vjojmë me shortin midis shkollës Gjergj Kasiu Skënderbeu Kruj dhe Shote Galica Fush Kruj. Shkolla Skënderbeu Kruj do të përballet 2 herë në debat. 2 shkolla të Gjirokastës do të kenë mundësinë gjithashtu të përballen me shkollën Abbas Shehu nga Tepelena, e cila rikthehet në Ridebate. Hedhim shortin se cila do të jetë ajo. Shkolla Asim Zeneli Gjirokastës do të përballet me shkollën Abbas Shehu Tepelen. Mirë, tani i kemi zbuluar edhe debatet. Unë dua t'ju falenderoj edhe një herë që na ndoqët në këtë lidhje të drejtë për drejtë për sa i përket edicionit të 8 të Ridebate dhe ju uroj shumë suksese, përgatiteni dhe shihemi së shpejti. Mirupafshim.